Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të tjerë që kena afruar në merkaton e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kena afruar në periudhën e merkatos, që ekipi jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa të cilët luajnë në datën 58 gusht në Shqipëri. Janë 12 lojtarë të afruar në këtë periudhë, janë duke përfshi portën, mbrojtjen dhe në fushën e sulmit, por edhe në stafin teknik me ba afrime një vajzë të ekipit tonë, Aliola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë dhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletuar, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Kukës rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto neshë të shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojnë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League. President, po asnjë vështirësi në gjetjen e lojtarëve vendase apo prodhimin nga ekipi i tërë pasi pa çdo kompeticion evropian vjen re një numër i madh lojtarësh që afron skuadrën. Është me drejt pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jonë tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizje pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat dhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknik, kështu që janë të lëvizje dhe janë pashpamshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit, ose më thanë edhe 2 herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar, edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të ofrojmë lojtarë. Kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtete të tjera që kanë përfshime në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta sepse ka një kostë shumë të madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve në kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu. Është gati skuadra për Kipër? Po mendoj që ekipi është përgatit shumë mirë, mendojmë që është i gatshëm. Sot do të dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që luajnë në Shqipëri. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi i lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe 2 fituese të ndeshjen finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League, si vjen që tjetë turi që mund të arrijnë edhe grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këtij aktiviteti. I kalueshëm si kundërshtar gjithë në radhë duke kujtuar se Spartakun për disa vite që keni. Mund. Në Evropë të janë qenë ekipe kampion. Është turi i dytë, janë selektuar disa ekipe në turin e parë. Janë të gjitha shtetet që kanë shumë lart futbollin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria të gjitha këto shtete. Janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, por pritshmëritë tona, tujat e të marrë opinionit janë që vllaznia ka treguar që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, siç ka bërë edhe para disa vite që u futën në grupe. Por me këtë vështirësi, me këtë problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, si vetë turit të rreth. Zakonisht në këtë fazë vllaznia ja ka dalë, çfarë shihni më të vështirë këtë moment, krahasuar me vitet e kaluara? Më e vështira mendoj është harmonizimi i ekipit, sepse siç tha dhe Bayraktari më përpara, lëvizja e madhe e lojtarëve ta krijon këtë problem, po ti shikdonesh ndoshta mas një muaj do të flisnim ndryshe sepse do të kishin zhvilluar një fazë përgatitore më gjatë, do të kishin bërë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore sepse
Në Shqipëri janë vetëm 2 ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare Champions League e merr dhe Polonia. Është vetëm ekip që ne kemi zhvilluar 2 ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është më lej defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë. Sa ka vlerë faza përgatitore në PUK ekipit? Çdo fazë përgatitore është e domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjën rastin falenderojmë edhe herë kryetarin e Bashkisë PUK për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën, por faza përgatitore në PUK me temperatura shumë të ulta në Shkodër, në këtë temperaturë që ne këtu ishim 40 gradë, atje ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafi lojtarëve që të përgatiten sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje. Kualifikimin e grupe, një ëndër apo mund bëhet realitet? Po përderisa ne kemi arritë, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë treguar që mund të arrijnë edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrët, është çështje besimit, është çështje punit, është çështje e kualitetit. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 5 dhe 8 gusht, dhe të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas këtyre ndeshjeve, por objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe 8 gusht. Suksese. Faleminderit.